kaq, unë kështu jam gatuar. Si jeni gatuar ju? I ruani si thuar sekretet e shtetit? Po, jo të tregosh, sepse kam parë që kanë treguar tunelet e dynjas. Atje ku këta gazetarët, gjëna që sepse nesër në ato do strehohet populli aty. Edhe ne i kemi treguar ato tunelet. Vetëm për spitalin, edhe unë që kam qenë atje, me zi e kuptova ku ishte. Unë e di ku është, po them që. Po ne i tregojmë, sepse në gjendjen që ato janë sot, nuk i shërbejnë kujt. Si mendoni ju, kujt i shërben sot Sazani në gjendjen që është lënë? S'do është lënë. Unë ka që them, për shembull, tjetëri nga ka iku në 92-shin, ku t'ja dërzoj? Se unë, kur ika, ja dërzova centralit, shefit, centralit, gjithë motorat, dhe i kisha dhe një 10 vjetë ato procedurë balet, se zhjesh si ndodhë, thashë dhe. Ka thesare Sazani? Po që i Agjealis. Çfarë kate? Ku është kjo zonë? Kjo është në Gryke Gjenemit, se ju i thoni Gryke Djalli, po nuk i them Gryke Djalli, unë i them Gryke Gjenemit, aty do eqës 20 metra me not, edhe është shpele e plumbave. Mendohet? Që mund të ketë thesar që është luajtur nga? Nga Agjealia, po që është, sepse busti Agjealis dhe 70-ën ka qenë poshtë në marinë. Pse quhet Gryka e Gjenemit? Sepse në kone turqëve, janë mbytur aty dhe. Unë nga pa një hartë me fluturar Gërmeni, së vë për Amet, që Sazani ka qenë i bashkuar me Karaburunin. Me mira vitë për para. E solja ju dhe më tha, urdo si ka qenë. Interesante puna e thesarit, ndoshta duhet kërkojnë. Letë kërkojnë. Nuk ja, them unë, dhe pa lënë, pa gjë, nuk doja kënë lënë, jo. Se unë kam, thash një, 50 vjetë që kam ikur, po. Unë atje bëj një plash, kur se atje mbas orës 1:30, 2, nuk bëhet plash në Sazan. Leq thuhet e zhbëhet, po se ka erë të mërshme. Ne vinim kur frymë veriu, jugu edhe lindja, ne shkonim në Gryke e Gjenemit, bënim plash. Pra ju shkonit atje? Shkonja shpeshu nuk. Po nuk ju ka shtyrë ndonjëherë kuriozitet të shikonit? Po hymë njëre nuk deshëm na qëruan pllumat edhe nuk su. Do me thënë, nuk është ka që kollajt, sa të shkosh edhe të kërkosh për thesare. Ju gazetarët edhe mund të merrni shembull zhytca këto. Shembull. Më thatë më herët kur bizetuam se keni një dhuratë në shëndet nga Sazani. A mund t'ja tregoj? Unë kam një humbje ekuilibri nga veshi mesit. Edhe atë ditë do të niseshin se na dhanë parashikimet për 5 ditë, 6 ditë fortunë, edhe ne ishte fundi muajt për të ardhur atë. Dhe jemi nisur, ishte dhe kongresi, ashtu, ishte jati dritan Lelit, Ali Leli, edhe komandanti i ishullit na i mua. Hypëm në rimorqatorin e Gjadullës, e hypëm dhe ne. E pash situatën, dole lartë në kuvert. Atje vinte dalga kështu, dhe mërna 1 minutë ishte i tharë, kaq. Dhe kur kemi shkuar në ujë të ftohtë se s'pranonte Vlora për të ashtu, i ram Kep të Gjuzës, Shën Vasil, Shenjan, Shën Vasil, Raguz 1, Raguz 2, në ujë të ftohtë, dhe atje gjysma kanë zbritur. Gjysma i mori prapë në Sazan, se nuk arritën dot. Ne kërcyim se ishin çuna të ri dhe që aty më ka ngellë e kam një dhuratë. Humbje në ekuilibrit. Kështu quhet ta morbus minieri quhet.
Pas 90-s pastaj, ose pas i u larguat nga Sazani, çfarë keni bërë? Unë kam qenë tregtar pjesëve të këmbimit. Nga 78-a deri 90-ën. Pasane kam punuar nga 94 deri në 2000 kam punuar Tiranë Vlorë, Fatorino. Ndjeni të shpërblyer për punën që keni bërë? Më dele më të pronë, ka që themi ne, po do të them kur ti... Ju del dhe ju të pronë vlerësimi? Qartazi. Është një gjë që të thash së njerë që se të gjithë këta oficerat ishin shumë mirë, kishin hotelin e tyre, ne s'kishim në një dhomë, na kishin dhënë, fjalë burë, 3 bazanie, fjalë burësh, e prapë nuk qashim ne civilat. Dhe kur më vjen që thonë oficerat që ishin shumë mirë ka shineve, unë prapë them, ne ishim mirë. Çfarë meraku keni për Sazanin sot? S'do është ndodhë të kjo që ka ndodhë. Edhe pse duhet ndodhë që të shkatrosh në të parfe, kaq. Ju falenderoj. Urojmë që ta kemi shlyer atë merakun tuaj për të thënë ato çfarë kishit për... Tani le të vdes si burat e oqja atë që kisha. Çfarë kishit ju për ta treguar? Brenda kështu, merak. Merak për treguar që ju keni punuar? Po. Që nuk keni vlerësuar? Patjetër. Që nuk ju është përmendur edhe nuk kujtohet njëri, thash, dhe oficerat. Sa civila ishit ju atëherë? Ke brigada imi ishim 5. Në të gjitha? Jo, unë për motorat e centralit. Në të gjithë Sazanin, sa ishin? Apo nuk e dini? Jo, ata ishin ndërmarrje tjetër, nuk ishin ndërmarrje me mua. E kuptoj, po le të themi që ti Po, mund të kenë qenë dhe 20 në vit. Edhe 50. Ishin bojagji, moratore, elektricista, ishin të radiologacionit, kështë që ka. Po s'kujtot njëri për këta. Të thot një që kanë qenë, ma jo se do më bëj mua sot, po. Po, ju keni qenë se kjo duket nga puna juaj? Unë, kudo që kam shkuar, jam vlerësuar, kaq, nga puna. Duart i kam pasur të hartave. Le të dali një. Edhe në Palermo, kam ndajnë që në 2 muaj unë.